Nga rreth Libopshë. Po, kam marrë për votuar për Partinë Demokratike. 70. Jeni votues besnik? Jam besnik i Sali Berishës. Një jetër që kur u kthye sistemi, deri sot unë nuk kam ndryshuar asnjëherë. Më kanë dhënë shumë gjëra pozitive të tjerë, na t'japim lek, na kështu, kthe ende, jo. I besnik e besnik. Po pse nuk ndryshon? Po nuk ndryshoj për arsye se partitë e tjera janë vetëm për të vjedhur, për të korruptuar, për të marrë edhe ata që nuk ka drejta marrë i te populli, e marrin e vjedhin me forma ndryshme, ata i ndjejnë ligjet edhe. Zoti Beqir, do të në garë të kishte edhe dikë tjetër përballë Berisha. Do ishte më e fortë gara kështu më ndershme. Përse? Ketë garë. Po tjetë një tjetër, një, dyja, treja. Le të ketë edhe një tjetër, po unë e di që për garën e Sali Berishën, përëm që është i aftë, është ai Gazmend Bardhi. A Gazmend Bardhi ishte përballë Berishës? Ai është i aftë, i ri afër i tokën, është një politikant shumë i mirë, shumë njëri i lartë, njëri i besueshëm. Tjetë pranë Berishës gjithmonë ai. Të marrë dhe kështu. Pranë Berishës, këtë shikonin si kandidaturën më të fortë? Më të fortë, unë atë dëshiroja, Gazmend Bardhi, po. Votimet u hapen në orën 8 mëngjesit, pasi u verifikuan vullat ashtu si që do procedura. Votimi deri më tani është shumë i kënaqshëm. Ka pas pjesëmarrje masive që nga orët e para të mëngjesit. Gjithashtu jemi shumë të motivuar dhe të për arsye sepse po shikojmë që fluksi vjen rritje, gjithashtu ka disa personazhe të cilat kemi evidentuar që kishin probleme shëndetësore apo smeta fizike, megjithatë, në këtë referendum populli i Fierit po tregon veten që është që është popull demokrat dhe është në mbështetje të profesor doktor Sali Berishës. Deri më tani çdo gjë ka vajtur shumë mirë. Njerëzit votojnë qetë, pa probleme nga ana teknike dhe besoj që fluksi do jetë akoma më shumë në rritje, sepse parashikojmë që të ketë një fluks në këto zgjedhje, në këtë referendum. Zakonisht, do të thënë, nga viti 2013 deri më sot, në çdo zgjedhje që është bërë, votues kanë qenë nga 800 deri 1200 anëtar dhe presim që ky fluks të rritet akoma më shumë. Nga bashkimet që keni bërë, a ka patur votues që janë rikthyer nga ato stekat e vjetra të Partisë Demokratike? Po, patjetër, ashtu siç e keni parë dhe ju, sepse jemi bashkë nga mëngjesi, ka pasur rikthime, ashtu siç e dini edhe ju, Partia Demokratike kaloi një periudhë shumë të vështirë, megjithatë ne po bëjmë maksimumin që demokratët të rikthehen në shtëpinë e vet dhe të jemi së bashku për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme. Nëse vjen në momentin që Berisha vetë po e shkel statutin e PD-s, duke qenë zgjedhjet i ka humbur rregullisht opozita, vetet njëri kandidim që do ta forcoj PD-n apo do të selektojmë tek besnik dhe jo besnik? Kjo, siç po e shikoni, kjo është një pyetje e drejtë, por që është rezervuar nga vetë zoti Berisha dhe nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Flamur Noka. Megjithatë, ndjeninë time partia po vazhdon të rinovohet. Ne së shpejti kemi kovendin dhe ju garantoj që do ketë ndryshime dhe rinovime që nga strukturat e sipërme deri të poshtme të Partisë Demokratike. Gjithashtu edhe Dega Fierit, ashtu siç jeni vend ndjeni, ka filluar një riorganizim
dhe ne po punojmë fort që të bashkojmë njerëzit, unë personalisht, takoj për ditë njerëz, i bashkoj, sepse realisht ka qenë një qarje e madhe. Por jam shumë besim plot që njerëzit do rikthehen në shtëpinë e vet në Selin Blu. Faleminderit ju.